Soka, falë edhe një fjeri për këtë punën bajnës më Leshevës që i përmende. Tani nuk sulmohet tani njeriu se ka shkuar bajnë më Leshevës apo. Jo, absolutisht. Ai ta shkon bajnë më Leshevës. Unë se thash për sulme, thash vetëm se sa i ka Falë, se kam për ty. Më falë, kërkoj ndjes, se ndoshta u kështu kova. Kritika e opozitës, kuptimin e sulmohet edhe shkojnë bajnë më Leshevës kryeministri, po shkojmë ku dojë të kënaqet. Po jo bajnë më Leshevës, po të shkoj ku dojë. S'ka shës, çashka, po çashka politike tani. Dhe më thënë, bëjmë Leshevës se ka shku në një bajt që është e këti vendi. Edhe është bajt e mirë. Apo e ka ujnë shumë mirë dhe shëndetshëm. Ka shku në 7, mund të shkoj në orë 9, kur dojë për shkoj. Edhe ka falenderuat deputetin që e mbrojti. Cilin? Atë zoti Hotin. Po, a i ka qenë tu, do dhe a i ka edhe shumë, ka qenë në studio, ka qenë edhe shumë i komunikushëm, zoti Hoti, edhe kemi bisedu me të, ka qenë shumë i hapur kur... Prof, në gjendje në cilën e ka sjellë zoti Kurti krijimin e institucioneve, me i dalë ku, me shku me zbavit atje në projnë të Malishevës, nuk është bash e bukur, e kejshme për... Mund ta kritikojmë zoti Kurti për çfarë duash. E kritikojmë për çfarë duash për këtë çështje dhe për strategjitë që ndjek edhe për gjitha raportet me opozitën, është kredo kemi negociatat edhe kemi thënë. Por nuk mund t'i thush tani njeriu të shkon banjën me ola. Jo, nuk është... Kjo tani është... Jo, zoti Kurti edhe me... Po është vlerëson rëndësinë e një teme, mënyrën e opozitarizmit duke u marrë me tema. Kjo është shumë temë vogël. Se cili nga kryeministri drejt qytetarët e tjerë janë cilin njerëz për te obligimeve që kanë mund t'i bëjnë dhe. Nuk mendoj që domethënë pse i shkoi 1 orë ose 2 orë në bajnë më Leshevës, ai nuk e zgjodhi presidentin për atë arsye. Ti lejmë këto gjëra. S'është kjo strategji e duhur. Strategji e duhur di çfarë është? Strategji e duhur është kjo. Domethënë çfarë është struktura ekonomike e këtij vendi? Pse janë ngritur kaq shumë çmimet dhe nuk ka mbërë? Sa eksporte, sa importe nga? Pse arsimi është në atë nivel që është? Pse lëvizja vendosje e kontrollon nga fillimi të fundit të Republikës? Njeri kaq pa përgjegjshëm si zoti Kurti, nuk mundesh me drejtu, se kritika duhet bëhet ndaj zotit Kurti për gjendjen cilën është. Kush me drejtu shtrohet pyetja mbase. Edhe kush me drejtu prandaj është të kompleksuar. Zotin Borzulli duhet ta rresh me të tilla tema. Opinionin ta sensibilizosh për çështje ekonomike, arsimore, shëndetësore, jo të mirësh me tema që më pas mund ta zhvlerësojnë. Studiuesit më të mirë që merren me politikën, për kauza, për tema që do me trajtuar me qenë të besueshme, para do të me pas personin kredibil. Që e del. Nëse na po i zgjedhëm çato tema, edhe po çudit na kupi gjejmë personat ma jo kredibil me dalë me fol për skandale të caktuara, kjo bën të pa besueshme opozitën edhe bën të besueshme